Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 13. Data 13 është një ditë më vehte. Një ditë të mbar, javë të mbar ju uroj. Ka për qenë duan apo s'duan të tjerët mëre, sepse njëherë nisimi diçka e bëtisim, e themi 500 herë nuk na del një herë, por nga tani e tutje morë të flasin çfarë të duan të tretët. Kemi një ditë mjaft të rëndësishme të kërkuar, data 13, një ditë të mbar, javë të mbar ju uroj. Ka për të qenë e mbar për një mijë arsye. Sot dielli në Gafore formon një kënd ngjashkëndësh me Mërkurin në retrograd në Gafore, një kënd shumë i rëndësishëm për kujtimet, familjet, bisedat e vjetra, dokumentat, shtëpinë, marrëdhëniet, të afërme me njerëz të rëndësishëm, rishikohen gjërat të rëndësishme. Çdo gjë ka të bëjë shumë ndërgjegjësimi, një informacion del mbi sipërfaqe, një bisedë merr kuptim, një ndjenjë emërtohet, në çështjet e së kalurës kthehen për të parë me sy jeni në pjekuri, në mundësi. Ndikojnë shumë Gafori, Bricapi, Dashi dhe Peshorja të Dhidhiçit tret, ose ata janë ascendente në këto shenja, kurse ndikimi për Gaforet, kjo ditë mund të jetë shumë personale, sepse sjell mendime për identitetin, familjen, ndryshime, vendime të mëdha dhe të shumë respektueshme. Kemi Dashin, Dashi mund të ketë çështje familjare, me banesë me prindërit, për Peshorët që mund të ketë një temë karriere, statuti ose reputacioni që kërkon sqarim. Kjo ditë është shumë e mirë për shikime, për biseda me njerëz të afërt, për të kuptuar një gabim komunikimi, për të kërkuar falje, për të korrigjuar një dokument, për të rregulluar një keq kuptim familjar, për të parë çështje shtëpie, për shikime vendime emocionale, për të dëgjuar intuitën tuaj. Është shumë mirë gjithashtu për shumë gjëra dhe ndryshime të mëdha që lidhet me rrënjët dhe jo me degët, puna, karriera dhe vazhdimësia. Por duhet pa kujdes në çështje përfundimtare, sepse Mërkuri është ende në retrograd, prandaj që e kuptojmë, na dikton. Edhe kjo do të thotë që në rëndësinë e veçantë, po mund bisedojmë për çështje të rëndësishme financiare, mund bisedojmë për gjëra që janë shumë të rëndësishme në financa, në bisedime, në komunikime, në dokumenta, kontrate, por nuk e firmosim akoma, se nuk e fundit dynjas, se presim edhe 5-6 ditë, 10 ditë, më thënë, edhe mund ta rregullojmë, më thënë, deri në datë 23-24. Po gjithsesi kjo është kalimtare dhe mirë është mos marrim vendime nga emocionet e momentit. Për punën mund të jetë mirë për shikim statuti ose bisedime me prokurorët, por jo deklarata të nxitura. Kështu që dita është, sot mund të kuptoni diçka shumë të rëndësishme, por mos ktheni menjëherë vendimin e pakthyeshëm. Mendja dhe ndikimi ende shkon dhe pas. Prandaj ndodh diçka shumë e rëndësishme dhe koha që do të diktoj, do të ndikoj në çështjet më madhore, nuk është diçka që është e rëndësishme, në anën duke pasur parasysh edhe kuptimin e jetës së të gjërave të mëdha. Nuk diskutoj këtë që është gjërat më të mëdha në pozitiviteti. E madhja quhet e madhe, e vogla bëhet e madhe, po e madhe e vogël nuk bëhet kurrë. Me firmë, me vulje rropulla. Tani, para se të filloj me parashkimin e kësaj dite, kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një, për ju që interesoni për parashkimet e detajuara, kemi pikërisht